Çdo ditë përgjatë aksit transballkanike, parkohen dhe ndalojnë në mesin e rrugës me dhjetra autobus. Janë këta autobus të linjave të udhëtimit me shtetet fshinje, kryesisht Italinë, të cilët ndalojnë përpara agjensive turistike, duke i kthyer vendet përpara këtyre të fundit në vend parkime. Qëndrojnë aty për të marrë apo për të zbritur pasagjerët, teksa procesi zgjat për shumë orë për shkak se duhet të shkarkojnë më pas edhe të gjitha bagazhet që kanë marrë me vete. Nuk ndalojnë as për pak minuta, por mund të qëndrojnë aty për orë me radhë, duke u parkuar në mesin e rrugës. Për shkak të madhësisë, zënë në total një korsi të qarkullimit rrugor, qëndrojnë pa problem dhe të gjithë ditën, duke mos u shqetësuar nga askush. Me dhjetra autobus, të cilët parkojnë çdo ditë në transballkanike, ndikojnë më pas negativisht në qarkullimin në këtë segment rrugor, për shkak se pjesa më e madhe e rrugës zihet prej tyre, duke mos lënë më hapësira për qarkullim. Madje ka edhe raste kur autobusët që ndalojnë apo parkojnë aty edhe dysh, duke zënë pjesën më të madhe të segmentit rrugor dhe duke u kthyer në problem edhe për trafikun. Më pas drejtuesit e automjeteve duhet që të presin për minuta me radhë në trafik, derisa ky i fundit të lirohet dhe mund të qarkullojnë të qetë. Theksojmë këtu faktin që ekziston dhe është miratuar një vendim i Këshillit Bashkiak të Vlorës për një vendqëndrim të ri të autobusëve të linjave ndërkombëtare. Këta autobus do të duhet të qëndrojnë në një pjesë të territorit tek ish stacioni treni në Vlorë. Kjo mas u morë që mos të ndikonin negativisht në trafikun në qytet, por megjithse ky vendim tashmë është miratuar, ai nuk respektohet as pak. Në vendin e përcaktuar për qëndrimin e tyre, nuk shes sot asnjë autobus të linjave ndërkombëtare, vetëm disa prej tyre të parkuar, të cilët qëndrojnë gjatë gjithë kohës aty, ndërsa nga ana tjetër, autobusët e linjave ndërkombëtare vazhdojnë që të parkojnë në një segment që ka qarkullim të dendur të automjeteve, duke u kthyer në pengesë. Krahas automjeteve të linjave ndërkombëtare në transballkanike, çdo ditë qëndrojnë apo parkohen dysh, por ka dhe raste edhe 3 në radhë, edhe mjete të ndryshme të tonazhit të rënd, duke nisur nga kamionët e projekteve dhe punimeve që po bëhen në qytet dhe deri tek furgonët që shpërndajnë mallra të ndryshëm në bizneset e Vlorës. Qëndrojnë aty duke edhe parkuar të pashqetësuar për gjatë gjithë ditës. Më kaotike bëhet situata kur janë oraret e pikut, kur shkojnë apo kur kthehen qytetarët nga puna dhe shkolla, duke e zhytur këtë segment rrugor dhe disa rrugë të tjera ku vjet re ky fenomen në kaos të trafikut dhe qarkullimit të rënduar rrugor.